Unë dua të ndalem shumë te kanabisi zoti Rakipi, se sa dua të ndalem tek eksponent krimit organizuar, të cilët mbredhin në Tiranë, Durrës, Shkodër, Elbasan e tjerë ditën për diell, dhe policia e shtetit apo jo vetëm narkotrafikut, por edhe autorët të dyshuar të ngjarjeve të rënda të identifikuar dhe shpallur në kërkim, dhe deri më sot nuk ka asnjë aksion të qëndësishëm për kapjen e tyre. Edhe një aksion që patëm për fat keq në zonën e Maliqit përfundoi me një policë të vrarë dhe një tjetër të plagosur, dhe unë mendoj që fokusi i policisë së shtetit duhet jetë pikërisht tek arrestimi i bozëve të krimit, të cilët duke qenë se dhe Dubai ka rënë tashmë si një oazë i tyre, janë duke mbledhur të lirë në Shqipëri dhe duhet ketë realisht një punë të mirëfillt policore për arrestimin e tyre. Dhe më pas patjetër janë call centrat, është kanabisi, ka problematika, ka një sër çështje të tjera, por unë mendoj që fokusi kryesor duhet jetë tek duzina vrasësh që mbledhin të lirë rrugëve të Shqipërisë. Po, absolutisht. Dhe këto janë, jo vetëm me makina shtrejtë, më kanë vrarë dhe janë sot ditën për diell rrugëve të qyteteve. Dhe mendoj kjo duhet na shqetësoj realisht. Patjetër pastaj kanabisi ka qenë do të jetë të shtypin, mos e kesh mendjen. Kanabisi është problem se shitet e shkolla në Kemi dhe një të fundit fare. E qojnë të fëmijët. Yllet, mund t'i bëjnë... Ju i qëndroni asaj që keni... Po, zoti Hoxha? Po më bërë përshtypje kjo, ky takimi që ka bërë kaq problematik me Monika Kryemadhin, mbas seancës fundit, sepse me sa di unë të paktën kur unë kam qenë prezent. Kemi qenë në kafe, ju, avokatët e zonjës Kryemadhi, zonja Kryemadhi, unë që jam denoncues të ajo çështje, pra s'besoj që procesit i vjen në një e keqe, pse jeni ulur mbas një seance në kafe. Aq më tepër kur ju sapo e parashtruat, thatë që fati tyre është i lidhur bashk, nuk është, pra, divorci është jashtë procesit, në procesat e janë të lidhur bashk. Dhe kjo më bën përshtypje, kaq shumë të ketë ndikuar çfarë drejt takimi keni bërë, domethënë që ato të tjerat që kanë quajtur takime të rrezikshme, ky i fundit që ka qenë aty brenda. Nuk ishte takim, në fakt nuk ishim në takim me zonjën Kryemadhi, ishte rastësia që unë shkova tek ai restorant, se thashë kam poshtë zyrës dhe unë atje drekoj, nuk është se shkova unë dhe kishim në takim. Zonja Kryemadhi ishte brenda aty me dy mikeshat e saj dhe ne jemi takuar rastësisht, por nuk më vjen shumë keq nëse është kjo arsyeja dhe qetmetja që ka zoti Meta. Unë ja kam vënë duke gjithmonë që unë me zonjën Kryemadhi takohem, me zonjën Kryemadhi bashkëpunoj, sepse çështja do bashkëpunim dhe pa një bashkëpunim me zonjën Kryemadhi, ne nuk mundet të rekordojmë dhe nuk mundet të bëjmë një mbrojtje efektive. Dhe zoti Meta këtë e di shumë mirë, kështu që nuk e di pse nëse ai mendon se mund të ketë një komplot ndaj tij. Kështu që nuk di çfarë them zoti Hoxha, sepse ju e dini, keni qenë prezent gjithë këto 13 muaj, unë jo vetëm anën profesionale, po dhe anën njerëzore me zotin Meta, kam qenë shumë korrekt dhe madje kam qenë shumë kristal në pikpamja e qasjes me të. Kështu që besoj se nuk jam të di shpjegim, një definicion të saktë. Dhe diçka të fundit, që një person i cili është në gjykim ndahet nga avokati vetë është një gjë krejt normale në shumë procese të tjera. Pra ti je avokati dhe e ndoqe për një vit sa kishit një marrëdhënie apo një marrëveshje. Në këtë moment është sigurisht personi që është në gjykim i cili zgjedh, pra është krejt zgjedhje e tij. Unë kam parë proces që kanë edhe 2 studio atje brenda që i mbrojnë. Pra kjo nuk është ndonjë gjë, nuk është ndonjë hata e madhe në fakt, kjo që ka ndodhur. Edhe pse është përcjell në media si lajm ditë kjo pjesa që ju keni hequr dorë nga mbrojtja e zotit Meta. Ajo që do të bëj pyetje unë është ju vetë e keni ndjerë përpara që diçka po ndodh, sepse ju thatë që ishte kontaktuar me zotin Halimi. Pra, nëse kjo gjë është përgatitur pa ja u thënë juve, pa vënë ndjeni që do ketë një ndryshim të strategjisë së mbrojtjes zotit Meta, për shkak se ai planifikon derisa çështja të shkojë në Strasburg. Dhe mbase do një studio që ka eksperiencë të çështjes në Strasburg. Kjo mund të jetë në fakt. Po, zoti Hoxha, ne këtë kemi diskutuar në momentin e parë që unë do merrem vetëm me çështjen penale në Shqipëri dhe ai për Strasburg kishte zgjedhur zotin
që ka pas e këshilltar, zotin Ledio Bianco. Dhe unë kam patur dhe bashkëpunim me Ledio dhe i kam nisur gjithë informacioni, gjithë dokumentacioni, kështu që nuk ka qenë kjo arsyeja, sepse ne kishim ndarë këtë që në momentin e parë që unë e mora për sipër për ta mbrojtur. Kjo nuk ka, pra, zoti Meta ka ndryshuar qasje në paktën këto 2 seansat e fundit, dhe nuk e di arsyeën, unë mendoj se nuk është çështje profesionale, absolutisht jo, sepse edhe siç e thash dhe Klodi ka qenë prezente dhe ne kemi bërë një mbrojtje. Gjithsesi, seanca e radhës do shtyhet besoj, derisa avokati i ri do kërkojë. Hoxha vazhdon ta mbaj dyshimin avokat që ju e keni bërë për këtë gjë, po një pyetje të shkurtër. Taktika aplikë kishte edhe po. Zoti Hoxha, shiko, do të kuptosh, është një moment shumë delikat. Unë e kuptoj që avokati i ri do kërkojë kohë që të njihet me dosin, se çdo se voluminose. Është një moment shumë delikat sepse unë kam parashtruar edhe kërkesa pasi bëra parashtrimet kundër atyre të akuzës prokurorisë. Unë fakt kam parashtruar edhe kam bërë dhe kërkesa për dëshmitarë dhe arsyet dhe qëllimi pse do të thirrem dëshmitarët, dhe ta jeni dhe ju, kuptohet. Dhe është një moment procedural shumë i rëndësishëm dhe një avokat tjetër besoj se nuk do rregullonte gjë se sa të prishte punë. Kështu që ju e dini shumë mirë, njihni mirë sistemin si funksionon. Është një moment shumë delikat. Ne jemi në fazën ku po përfundon relatimi zënja Kryemadhi do filloj thirrja dëshmitarëve, kuptohet. Kështu që nuk kishim ezauruar atë pjesën e parashtrimeve dhe kërkesave për dëshmitar. Zoti avokat, mund të bëj një pyetje? Keni dieni se kush mund t'ju këtë bërë ato fotografi, se duket nga mënyra si janë bërë fotografitë sikur ju ruheshit ose ruheshit nga dikush? Jo, nuk është se ajo kanë qenë momenti që ne kemi dalë nga dhe po takoheshim, po jepni dorën, po diskutonim jashtë derës restorantit, dhe kaq, nuk është se ruheshim. Unë thash, unë kam punën aty, më njohin gjithë dhe njoh gjithë. Është poshtë dyrave të mia direkt dhe nuk është se ruheshim, se s'kishte pse të ruheshim. Jo, po ruheshit nga dikush për t'ju bërë fotografin, po them, se ju me zonjën Kryemadhi jeni takuar edhe tek lokalit e prokuria të klasës. Fotografia mund t'ishte bërë dhe aty, po them. Po nuk e di pse ka bërë këtë fotografi, nuk e di kush është arsyeja që është bërë kjo fotografi dhe çfarë duan të thonë me këtë fotografie, kupton se nuk ka gjë këtu për të fshehur edhe për të unë nuk e shikoj atë moment në një moment të rëndësishëm, sepse ne kur nuk e kemi, unë ja kam madje dhe zotit Meta ja kam komunikuar edhe pse ai nuk ka dashur që unë të takohesha me zonjën Kryemadhi, në atë moment unë përsëri ja kam thënë sepse kam qenë transparent me të që shiko, çështja është e përbashkët dhe ne do të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Pastaj se ju si keni marrëdhënie të një problem tjetër, por unë do të diskutoj sepse zonja Kryemadhi është e përfshirë dhe madje zonja Kryemadhi është ajo e të cilën në përmendet në dosje dhe zoti Meta është ai i cili nuk përmendet asnjëherë aty. Kështu që unë nuk kam fshehur dhe nuk kisha asgjë pse të fshihesha për këtë gjë.